përshëndetje për gjithë një shikues të dashur të televizionit të Vënia, mirë se po takohemi bashkë edhe kësaj radhe. Sigurisht çdo përfundim të vitit të tretë të shkollës së mesme, maturantat kremtojnë mbrëmjen e maturës, një event i cili i bën ata bashkë për herë të fundit, themi kështu, para nënshtrimit të testit të maturës. Për me shikuese çfarë shifra kanë harxhuar maturantët e Lipjanit, mirë po edhe se si po duken, janë bashkë, t'i ndalim disa prej tyre e ta shohmi se çka kanë bërë ata për mbrëmjen e maturës. Me dy maturantët e para të qytetit Lipjanit që unë i takova sa po erdha këto është Shëndresa dhe Medina, cilat sot janë të e kremtuar mbrëmjen e maturës, po se çfarë emocionesh kanë kështu në këtë ditë kaq të veçantë edhe se çka i pret në të ardhmen kanë na tregu këtu vetë. Çika me cilën ne filluan. Përgëzime një herë, po dukni shumë bukur, edhe më tregoni pak a shumë sa jeni të emocionuar për këtë natë. Jam tepër, s'mund me përshkruaj këtë ndjenjë, është një ndjenjë shumë e papërshkrueshme. Edhe çfarë drejtimi ke qenë në shkollë mesme? Jam konë në shkollën e Mlavica, ekonomi, edhe në të ardhmen mendoj me kry infermierin, me hi. Po. A më tregon me dim pak a shumë ti sa je emocionuar për këtë natë? Tepër shumë, nuk kam as fjalë, është një natë veçantë për neve. Çfarë kishte thënë profa? Son tema si është nota e fundit me ta. Një kërku folja shumë se kena tepru pak. Po gjithsesi pranohen si keni qenë moshën e adoleshencës edhe po besoj që gjimnazi është koha që gjithë kishim dashur me këtë. Ja, ç'ashtu është. A më tregon Shëndresë çfarë kishte thënë profa? Më na bë Allah për këtë sana që i kena bë. A më tregoni kush është kujdes sonte për dukjen e ju? Për mua kujdes Tringa, edhe fustonin e kum blej. E ki blej, sot ka kushtu me blej, a ki shpenzu shumë a kështu të mëdhaja, a ki qenë me standarde? 250 që diqka. Me grem krejt? Po, krejt komplet. 250 euro. Ti me din sa ki harxhu sonte për lukun tënë? 300 për pjetë. Ja ka vlejt, për këtë natë, për... Me fustane, me greme, me krejt, 300? Po, 300 e diqka. Shumë bukur, jam të prita, emocione, kësë gjë shumë. A më tregon kush u kujdes sonte për dukjen tënde? Ka një mu frizir jam, shpendi, shumë përndër shumë bukur më ka bru. I morre edhe sugjerimet edhe për veshja, apo veç për flok? Po edhe veshjen, s'pëdi e kom blej kësë gjë shtrejt, është... Sa e blive, masi gë gjashtë? Sa po me në... Valojnë do shta një 200, na i sanë që shtu kustum ose e ki gjithë me zbriti për maturanta? Cilën? 500. 500 që kjo kustum? Kustum e 500. Ashtu do kënë shumë 500 euro për qëtë kustum? E kena vesh një notë. Range Rover. 500 euro kostumi, qetja, atë ka kushtu nëj pora, ta boni gratis? 50 euro. Krejt qytyne maturantav janë të partë që i pash me veshje kombëtare, po pse kam vendosur që mbrëmjen e maturës me kremtu me veshje kombëtare, na tregojnë vetë këta. Si fillim më tregoni kujt ka shkë ide me ardh me veshje kombëtare? Dove. Çka jeni me zveti vetë shok, a jeni diçka familjare? Shok. A më tregoni pse vendos që me ardh me veshje kombëtare? Na pëlqyn, po me një festë të kujna, e na pëlqyn, vendosëm anda. Një, diçka më ndryshe se tjertë. Ka po që tu këna vendosë do dhe s'këna ndrumene. A më tregon qysh reagutën qytetarët, po ndoshta edhe familjarët kur ju panë? Shumë dhe gjënë të veçantë. Qysh reagu familjarët? Me thonë drejtën mirë, diçka më veçantë se tjertë. Qytetarët tash sa ju kanë po t'u kalua, ju thanë diçka? Dua të rëkosin. Çfarë emocione keni në këtë natë, padyshim që është një mbrëmje e veçantë edhe që ju përcjell përgjatë këtyre 3 viteve përfundoni me sonte.
Po, emocionet janë shumë të mëdha për arsye që është përfundimi i shkollës të mesme, edhe kena emocione shumë të mëdha. A më tregon çfarë drejtimi keni qenë në shkollën të mesme? Po, unë kam qenë drejtimin juridik, bashkë me shokun tim, kena qenë klasë. Çka doni me vazhdu mas tani? Juridikun. Mesatori dikon nuk kanë qaf me tregu. 500 mbi 500. Mbi. Mbi 500. As të doken shumë javë harxhit dy prindve mbi 500. Besoj se meritoj për çfarë arsye. Jo me njërën nga binoket, cilën veç se e takum këtu në qytetin e Lipjanit, nuk dia e kanë zgjedhë rastisht apo qëllimisht në ngjyrën e kaltër, që ndoshta mos mi kop syni keq? Sipas shefit, më duk diçka më special. Më tregon, sot ka kushtuar gjithë luku, je bashkë me motër, pak a shumë ndoshta këto emocione që i keni për mbrëmjen e maturës sot. Emocione normal, së është një diçka që ka ndodhur për herë të parë, edhe që s'ndodh më kurrë në jetë, edhe për sa ka kushtu nuk është ashtu shumë pak, amo edhe shumë ju. A më tregon ndonjë shifër kështu të je bashkë me motrën, ju ka arrit ndoshta 1000 euro me shpenzu për këtë natë apo jo? Ofër dikon. Ofër Te 1000 euro. bashkë. Bashkë të dy janë. Qashtë. Kush është kujdeson se për lukun tonë? Për grem, fluk është kujdes Hova Rashiti, që e ka studio në Lipjan Herë Studio, që është qika mi gjëstam, që e përshëndas shumë. Atë murë që ka o gjithë para ju? Ju, valla. A i kishë falendëru stafin akademik që ju ka përcjell për gjatë këtyre 3 vita. Po falenderit shumë nashti që edhe më kanë jop diçka që më duhet në të ardhmen, po nashti edhe pak që na kanë duru, i falenderoj shumë. Çka do me vazhdu, a do me vazhdu fakultet? Po e kam edhe profesionin tam, po edhe pse ju fakultetin. Këta ishin maturantat e qytetit të Lipjanit që disa nga ta kësaj radhe kishin zgjedhur që në vend të kustumeve të veçanta që zakonisht veshën në për mbrëmje të tilla të dalin me veshjen kombëtare, e cila na karakterizon ne si shqiptar. Çmimet ishin ato që po besoj që gjithë secili nga ju vetë se i dëgjuat. Për këto dhe shumë intervista tjera me maturanta sidomos, pasi që tashme jemi në periudhën e tyre, do shihemi në vazhdimsi në ekranet të TV1. Deri atëherë, mirëmbëjtje.